herë pyesa, cilën krevat me marë? Edhe normalisht më panur herë, do shoh çfarë krevati do marë. Po, patjetër. Tani, ishe krevati jot, nuk e bëna sepse ishe ti, ose a e kupton, kam një farë misione dhe kam ardhe e kupton me gjujt ty, me tregu. Këtë pjesë e kuptova, e di, nuk është... Tani mu nuk ma ka pëlqy si keria këtu ti. Kam si ti ke marrë me keq, ose... Çfarë nuk të pëlqy? Direkt e kupton, si me një energji keq, për i ditën e parë, e kupton, nuk ma pëlqeu. Tani, ti ke ardhë duke prajmi, në basë asaj fjallës bukur që më thej, dolem në gjete në borë, erdhe qëllimisht të unë, sepse kishe bo diskutimin me Brikenën pak, kishe bo bisedën para me Brikenën për krevatin. Ti të unë ke ardhë në basë i ke bo bisedën me Brikenën. Jo, unë vetëm kam ullë atje, nuk kam ardhë ti, unë vetëm kam ullë atje, nuk është personalisht. Më dëgjot lutem, ti ke ardhë të unë aty, sepse kishe bo bisedën me Brikenën për krevatin, apo jo? A ke bo para bisedën me krevatin? Jo, nuk ka qenë situate që unë e kam shku atje dhe kam ardhë të ti. Po, ama nuk jo që ka qëllimisht e unë, por para se të vije në borë, e ke bo bisedën me Brikenën? Po, e kam bë. Super, pra me kronologi. Ti ban bisedën me Brikenën, Brikena me shumë edukat të thotë, po, edhe mund flesh me mu, do të zgjidhim për krevatin, shumë mirë ti kesh për një preferencë, me flet me Brikenën, në regull. Tani, Brikena të ka thënë, unë flej me Juelen, apo jo? Super. Tani, ti vjen në borë, në gjej aty, edhe e dije kush ishte Juela, me ftyrë? Jo. Nuk e dije? Po ndima të Juela je shumë e bukur. Po nuk e thash Juela, you are. Nuk më ke thënë you are. Po nuk ta di e minoj sua e dam, për këtë edhe nuk... Ti ke thënë Juela, o baby G, lëre se ti më hove edhe faktë që unë s'ka marrë me të pytë në njëherë, unë ka marrë me të pytë të divani, kemi folë për familjen tënde, e më ke tregu dhe tregove, ishte dhe mirë aty për këtë pëlqimin që këti kishe. Juela, se këtu është për me, e kupton me gjithë, nuk du... Juela, ndizë mikrofonin. Ti po gënjenë, sepse unë ka marrë me të pytë ty, pra nuk e di për çfarë arsye ti po e bën. Ashtë ndezë. E kuptoj se ti je me pak si kur me nervë ose e ke marrë me keq qem të thanë pse nuk ta di emër, bë seriozisht, e kupton, nuk është që jam të bë. Api ka më, mu s'më interesu fakti jemi. Pa atje ti je fiksu. Jo, ti erdhe aty dhe më the, unë ka marrë dhe do të zej krevatin, të kanë qënë fjallë të tuja. E unë kam thënë prit 2 sekonda. Sta kam thënë që shtu unë të pyta. Ka qënë Gimbo prezent. Gimbo, kam pyt. Gimbo, mund të vërtësi se disha me fut dhe djenë loj Gimbon. Baby G, të lutem më dëgjo, se si kur po ta kuptoj unë ty lojen, patën më dëgjo. Ke ardha ty, më thej do të zej krevatin. I thash, si do më zesh krevatin ti mu? Ke fol me... Jo, fol du me flet me Brikenën, thej ti mu. Jo, s'ta thash që shtu. Unë du me flet me Brikenën. Kur kam fol, unë e me Brikenën. O, Baby G, do flasim, apo... Jo, pa ti e të thonë që kam po diçka që se kam bë. Tashi, unë se do gënjej, ja kemi fol bashkë. Ti je tu gënju, unë s'po gënjej, se të dale videoja. Pa unë jam të e shpegu, e kupton ti nuk jetë të dëgju që jam të thanë. Jo, unë të dëgjoj, kur Brikenën më ka tregu për krevatin, unë kur kam dalë jashtë asë nuk kam ditë se ti ja jo gosë që flenë atje. Po regull, super. Edhe kush më pyti